se prej ekstremit dhe i ma e keqja do të më mënu me gjithë një mes. Unë menoj kjo që e kalojnë rolin gjyshja, shpesh du me besu që është prej dashnis madhe që e kanë. E bëjnë pa vetëdim. Sidomos prej se cilit që u bot gjyshe, kime njët njëjtën fjallë që nuk mund është me ditë në djenjen, diri sa nuk ba është gjyshe. Ajo mundet me kalu pasaj mu kuptu pejteje si prind si ekstrem. Se ti e menon një metod të edukimit fëmis. Edhe nëse e menon tu i bërtit ose tu e godit fëmin, natyrisht që gjyshe dhe gjyshja me njerë reagojnë. Nuk të lejojnë me baqë ato. Po tash... Ama për shambull, a duhet me kuptu edhe gjyshja dashnin e madhe të prindit ndaj fëmijut të ti? Ajo është pa tjetër, po që ta po dojmë me thonë... Sa është kjo, sepse a ka dhe egoizmat të tillë në familje shqiptare. Që të për me përmbush ato ego në vetë, dhe më thanë, ndoshta e përdorin dhe fëmijën e fëmijës, dhe më thanë, apo kuptan? Ka se tani me njerë thot, unë e kum rrit fëmijë. është edhe e tjetër, unë kum rrit ti më kanë zënë mu. Edhe kjo është. Kushta ka rrit ti burrit. Po ka dhe të tilla që ta përmendin rritjen e fëmijës. Po që unë ta kom rrit fëmijën. Për që ta Albona dhe ja dha fundit do të me... familjare, një familje se edukata, komunikimi se e kanë mesin. Ma shumë shkojnë nga zakoni se sa nga edukata. Jo, ma shumë nga zakoni, po shumë e vërtet. Sot mentalitetin shqiptar ende, dëgjojmë para 3-4 viteve, e tha dhe vetë Albana që ka dëgju një histori